Vendimi i qeverisë për të dhënë tokën me çmim €1 në Bregdet për investime mbi 50 milionë euro konsiderohet nga ekspertët e opozitës jo i mjaftueshëm për të thithur investime të huaja. Sipas tyre, kjo nismë që daton 11 vite më parë nuk funksionon më në kushtet e realitetit ekonomik vendas, pasi duhet një paketë masash për ta bërë Shqipërinë atraktive për investitorët. Dhe më kujtohet që kjo pozitë në fuqi sot u tall na përqeshi, na qeshi dhe do të prisja që në kohën e pushtetit të saj, që tashmë pothuajse 3 vjet, të gjente mjete më të sofistikuara ose të reja, se në 11 vjet gjithçka evoluon për të tërhequr investitorët e huaj. Kështu që ky është një kopim, do të thoja unë, i dobët dhe jo në momentin e dur, se që të bëhesh tërheqës për investitorët e huaj, nuk mjafton vetëm nisma €1. Sot kur Shqipëria ka humbur konkurrencën në rajon dhe në botë, kur paketat fiskale jo që janë tërheqëse, po janë larguese, është shumë e vështirë që kjo të funksionojë. Për të mos vënë pyetje të tjera pastaj që mund të jetë një politike përkohshme klienteliste në drejtime dhe fusha të caktuara. Më 21 shkurt të vitit 2014, qeveria nxori një tjetër vendim për dhënien me qira të tokës me çmim €1 për investitorët. Praktike nisur fillimisht nga ish qeveria Berisha, që prej asaj kohe deri më tani janë dhënë gjithsej 7 kontrata bizneseve vendase dhe të huaja, kryesisht për ambiente në zona si Librazh, Patos, Berat, Elbasan, Korçë dhe Durrës. Dhënia tokës me qira me tarifë simbolike është një ndër stimuj që përdorin qeveritë si incentiva lehtësuese për të thithur investime. E njëjta praktikë ndiqet aktualisht edhe nga vendet fqinj, ku Maqedonia dhe Serbia japin tokën falas për kompanitë e interesuara për të investuar.